Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me nda apo me bashku një formë duke përdorur një formë tjetër. Për shembull, po marr këtu rrethin edhe po krijoj me ctrl. Apo e bëj ngjyrën e kuqe. Pastaj po e bëj ctrl D, e bëna duplikat edhe po shkoj po lëvizi prapërsisht këtu. Ndërsa kësajna po janë ngjyrën po bëj ngjyrën e verdhë. Shikoni, tani janë dy rreth. Ky rrethi është mbi këtë rrethi. Kështu që po i selektoj këto dyja, edhe kur i selektoj këtu, unë shfaqet çdo opsionet. Zakonisht mos shumë ti kemi të bëjmë me çdo tri të para. Nëse klikoj këtu, kjo i ngjet të dy format edhe bën vetëm një formë. Shikoni. Do thonë tani o vetëm një formë. Kthena CTRL-Z. Ndërsa, nëse klikoj këtë, forma që mbi e prejnë këtë formën që është në fundi. Shikoni, e klikoj këtë, dhe tani, po e largoj, shikoni kjo si e ka prej këtë formën. Kthena mbrapa CTRL-Z. Okej. Tash, nëse klikoj këtë, edhe me CTRL, edhe me page down, do më thonë lëvizi këta poshtë, tash nëse selektoj, edhe klikoj këtë, tash kjo që në nalt e ka prej këtë tjetër. Shikone. Këtëna mbrapa. CTRL-Z. Okej. Tash për i selektoj këtë dyja. Edhe nëse klikoj këtë tretën, kjo e krijon një formë tjetër, i merr sikur në matematikë që kena shakot për bashkët elementet e bashkësisë A dhe bashkësisë B. Në këtë rast, kjo edhe kjo shaka pas për bashkët edhe u prejnë një formë. Për shembull, shikone pra do njerë. Këto, nëse selektoj këto dyja, tash kjo e kuqja këtë rast është këto. Edhe, nëse klikoj këtë, shikone, tani është kriju një formë prej këtëve dyja bashkimit. Pra më ndodhë edhe nëse e marrë për shembull një 4 orë kështu. A nëse selektoj këto dyja, dhe e klikoj këtë, shikone, tash të kriju një në këtë formë.